Mirëmëngjes dhe kalimera. Se vini në kanalin tuaj të preferuar gatime për fillestar. Sot kam përgatitur një recetë shumë të shijshme dhe tradicionale greke, moussaka, e bërë në shtëpi hap pas hapi. Ju ftoj ta ndiqni videon deri në fund sepse do t'ju tregoj çdo detaj që të dali perfekt. Fillimisht marrim patlıcanin e zi, ja hiqim lëvurën pjesërisht duke e lënë pak edhe me lëvurë. Pastaj e presim në feta. Më pas e vendosim në një enë me ujë dhe e lëm të qëndrojmë pak kohë. Kjo bëhet që patlıcani nëse është i errët, uji ja largon shijen e hidhur. Më pas çrojmë qepën e bardhë dhe e grivim me, ndërkohë në tigan shtojmë gjalpin e shkritë dhe sapo të nxehtë, hedhim qepën e grirë për ta fërguar. E kavardisim derisa të zbutet mirë dhe pasi që qepa është zbutur dhe ka marrë ngjyrë të bukur, shtojmë mishin e grirë mbi të dhe ndihmojmë me lugë të drurit, fillojmë ta shpërndajmë dhe ta ndojmë mirë në tigan, që të piqet një trajqem dhe të mos mbetet në copa të mëdha. Ndërkohë që mishi vazhdon të piqet me qepën, fillojmë të qerojmë patatet, pastaj rikthehemi sërish te tigani dhe i përziejmë mishin me qepën që të skuqet mirë dhe shijet të bashkohen sa më bukur. Në këtë fazë shtojmë erëzat tek mishi, piper të kuq, krip dhe veget sipas shijes. Më pas i përzijmë edhe një herë mirë që erëzat të shpërndahen një trajshëm dhe mishi të marrë shije sa më të mirë. Ndërkohë marrim 2 letra kuzhine dhe i vendosim bashk. Sipër tyre rëndisim fetat e patlıcanit të zi, të cilat sapo i kemi nxjerrë nga uji. I thojmë mirë që të largojmë lagështinë e tepër dhe të jenë gati për hapin tjetër të përgatitjes. Pasi mishi është gati, e largojmë nga tigani dhe e kalojmë në një pjatë tjetër, sepse në të njëjtin tigan do ta fërgojmë patlıcanin e zi. Gjatë fërgimit shtojmë pak vaj her pas here, por me kujdes që të mos e teprojmë, sepse patlıcani e thith vajin shumë shpejt. Kështu që te kjo pjesa duhet të kemi shumë kujdes. Tani vendosim fetat e patlıcanit në tigan dhe i kthejmë nga të dy anët derisa të marrin ngjyrë të bukur dhe të piqen mirë. Ndërkohë pa ndërprer përgatitjen, vazhdojmë me patatet dhe i grim në feta për shtresat e moussakut. Pasi patlıcanët janë fërguar mirë, i largojmë nga tigani dhe i vendosim në një anë. Në të njëjtën tigan, pastaj fillojmë të skuqim edhe patatet derisa të marrin një ngjyrë të lehtë dhe të artë dhe të fillojnë të zbuten pak. Gjithashtu e kemi vendosur edhe patatet mbi letër kuzhine, ku do t'i thojmë mirë për të larguar ujin e tepër. Kjo është shumë e rëndësishme sepse uji i mbetur mund të bëjë moussakun të dalë i langshëm dhe të mos mbaj formën gjatë pjekjes. Kur i thojmë mirë, shtresat dalin më të forta, piqet më bukur në furrë dhe shijet përqëndrohen më mirë. Tani që i kemi përfunduar fërgimin e perimeve, i vendosim në një enë ku mund t'i mbulojmë, shtojmë pak krip sipas shijes dhe pastaj e tundim enën që kripa të shpërndahet një trajqem në të gjitha shtresat e perimeve. Tani kalojmë në përgatitjen e sosit bechamel. Marrim një tenxhere të vogël dhe vendosim në zjarr të mesëm. Fillimisht shkrim gjalpin, pastaj shtojmë mielin dhe përzijem derisa të formohet një masë e një trajqme. Më pas ngadalë shtojmë qumshin duke e përzier vazhdimisht që të mos bëhet me kokra dhe të dalë sa më kremoze. Kur të filloj të trashet, shtojmë vezët dhe i përzijem shpejt që të lidhen mirë masat. Në fund e rregullojmë shijen pak me krip, hudhër pluhur, pak orë muskat dhe pak oregano. E përzijmë edhe një herë derisa të bëhet një sos i butë dhe kremos. Kur sosi bechamel është gati, kthehemi sërish tek mishi në tigan. I shtojmë pak sos të kuq dhe rreth 2 lugë nga bechameli, pastaj i përzijem mirë së bashku. Kjo bëhet që mishi të mos mbetet i thatë, por të marrë pak langshmëri dhe shije më të pasur, duke u bërë më i butë dhe më i shijshëm për shtresat e moussakut. Tani vjen momenti i bashkimit të gjithë përbërësve. Marrim tepsin dhe fillojmë me shtresën e parë të patateve.
Mbi të shpërndojmë mishin në mënyrë të një tërheqme, pastaj vendosim edhe një shtresë tjetër me patate, më pas rendisim fetat e patlıgjanit të zi, ndërsa në fund e mbulojmë të gjithë sipërfaqen me sosin bechamel. Sipër hedhim djathën grana padano, që gjatë pjeksjes të krijojë një korë të artë dhe shumë të shijshme. Dhe krejt në fund i fusim në furrën e parangruar në temperaturë 180 gradë, ku do të pjekim për 45 deri në 55 minuta në raftin e mesëm. Kur sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe bechameli të jetë i piksur, atëherë do të thotë që është gati. Dhe ja ku e kemi rezultatin përfundimtar. Musaka jonë është gati, e sa po dal nga furra, me një pamje të artë dhe super të shijshme. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe ta provoni edhe ju në shtëpitë tuaja. Faleminderit që ndoqët videon deri në fund, mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë receta të tilla nga unë. Mirupafshim dhe shihemi në një video tjetër.